është fanatiku mathe, nuk më galën punë. Po t'i flisja i kam kthesh. Buri vajti atje dhe i prishi lekët. Vajza pas e më ka në depresion. Sa që në shkolla e që shumë mirë. Ajo tani qanë edhe më i thotë djalit motër që i ka vdekur, merëm dhe t'i gjimo me mua, merëm mua, thotë. Nuk i dojë këshu, thotë. Kush i shanë, në kush janë, thotë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, këtu në live-in tim do të jetë një 62 vjeçare, nëna e 2 fëmijëve nga Vlora me emrin Lulzime Hajdini. Fatkeqësisht, djalin e ka humbur nga kjo jetë dhe mbeti me vajzën dhe me një bashkëshort të alkoolizuar, por mbi të gjitha vajza pasi mbaroi gjimnazin, shfaqi disa probleme të cilat kjo nën po vazhdon t'i përjetojë edhe sot e kësaj dite dhe shkaku ishte Universiteti këtu në Tiranë. Por çfarë ka ndodhur me historinë e Lulzime Hajdinit? Ditën e sotme do hyj këtu në këtë live për t'treguar jetën e saj të vështirë dhe problemet që po hasme të bien, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Lulzime, përshëndetje. Përshëndetje, Flori, përshëndetje, shumë e mira. Si jeti me shëndet? Ja, me probleme shumë, kam probleme. Ne kemi folur të dyja për para disa ditëve dhe mua sinqerisht më erdhi shumë keq për historinë e vajzës tënde, por dua ditën e sotme ta dëgjoj. Çfarë ka ndodhur? Me vajzën më mësoj vajza me 10, para 10 vjetë. Edhe në shkollë doli në Tiranë shkolla. Drogova buri, mora lek borç, nuk më arrije të shkollë, më la vajza për shkollë. Vajza pas e më ka në depresion. Akuruar me depresion, nuk mundet vinde më shkollë, pas e më të do kështë shumë e lodhur, e 3 gjutuaj që kështë mësuar me kurse, me 10 që doli shkollë e lartë, më është shumë e lodhur. Ajo gjithmonë e kërkon shkollë, gjithmonë e kërkon gjanë, ja ka këmba shkolla tani. Ajo vete me librat, gjithë kush i e të poshë rrugës, a i meri, i lexon, e do shkollë. Nuk duhet ta humazë të vajzë. Ajo më ditë e thika, do marrë thikën. Nuk i dojë këshu, dhët. Kush i shanë, në kush janë, dhët. Edhe një djale ka mungun para vajzës, nga doktori këtu me një infermiere brejgjër për më kundra, për një temperaturë, 3 vjeç. E operacioni kam patur fëmijë, kam në spitale 2-3 muaj me të vështimi, një bure kam në piraki. Ajo i flet pse pi o bati, ai më ke bën. I flasë njërës e ti, ai flasë në gjithë, ai pi shpu. Pse burri? Ai ishte i droguar. Ai ishte alkoolizuar zëmra. Pajta të doktoresha psikiatrisë, i thash kështu ka madhi, thash mikë në pyllë, bën kështu, pi, bën, smunon. Ai tha shumë i smurta, për vitë në spital, po ai nuk në afrohet pse spitali o deka. U ka në 2 ditë me ti, i s'ka vajtu njërë në spital, kurse unë e vajta ngellë në spitaleve. Në shqecimi i buri. Më ka ndihmuar në një zemi me bukë, kam një rupa bukë, kjo shqecia gjena këtu më ka ndihmuar shumë fare, shumë. Ja, kam shumë borç kësaj gjenës. Të kjo kam gjera vetëm të kjo asin tjetër. Ma një 50.000 lekë se më artë bashkia, se unë 2 vjetë në pension, por nuk kisha vite, dhe nuk kam marrë pension, duhet paguaj. Buri nuk më ndori 65 vjetë, si kishe vite, në 70 vjetë mori 90.000 lekë. Do më lijosh do të pyes? Po. Ju keni vetëm një vajzë me sa kuptova, se djalin e ke humbur? Djalin ka vdekur para vajzës, pse nga mjekësia këtu, ju ishte me temperaturë, s'misje s'moru kur në jetë, pati temperaturë, mora doktoresha në shtëpi, infermieri, i bëj gjilpër, djali në qenë moment unë zi, reakcion gjilpëra. E taj të varë vlorë, i thosha që më vlorë. Ju thosha doktoresha dalë, dhe i bëj gjilpër, në esër dhe vizitoj, për një s'ma në vlorë, se në atë kohë nuk ishte asa makina, asgjera, ambulansën e s'ma jep të doktoresha. I bëj gjithë për një infermiere, ajo në gjithë djali reakcion i bëj direkt djalit. E qova në vlorë, më rojti 5-6 tonë, ato të ka për reakcion, ta. Djali që zhvilluar 36 vjeç, a umë djali, të orikumbit, më ta umë djali në kotë. Edhe vajzës duhet më pas, edhe kujtohë ngritë në atë, edhe vetët të vari, unë e këtë me zikë të nga rruga, ku gjenu njërisë se këtë të vetëm. Nisë duhet blasot. Se janë vetëm, sa që në shkolla e që shumë mirë. Në sonte që me shoqëri që e fluturante, që kush vete shkolla, o fëmi shdojgjë, me 3 gjutuaja, është anglisht e përgjishte,
italisht, ku vinë njërë tuaja, jo kënaqet nga deti që flet gjo tuaja. Tuaja vetëm flet që shoqërinë e saj e ka fikur në përpunë tyre. Po, vete mërzitët, vete të thika, duat të vrazbetë, unë e ruaj, më bërna gjithë jetën, buri kërri në pulli andesë. Kur është mirë vjen, kur është mirë vjen, kur është mirë i frasë e jesë ti foli vlaj për di, që të së bëhuar, i tha i të të mras farë dhe vlaj për që dushu, i tha. Edhe ajo mërziti e shikon tjati në gjëndje, vetë më keqë, se shë madhe, kupton. Shikon Shqipërinë, prindi ta ka rrituar 7 fëmijë, po nuk veni te lokali, pinin me gotë shtëpi tyre, rakje tyre, nuk bëjnë kështu lokali. Tu ka lokali, ka shoqërinë e lokalit mbana, e nuk ma shoqëri të mirë, vetëm ata të lokalit, me ata merret. Edhe bëhet me spatën e vjen i bjellë derës. Po me spatë e dera, vete vajza e të policisë, po më vjeran shumë, kanë gjotë 9 vjetë që vjetë, uzu me gjithona e padashur, si shte mirë, edhe uzu me gjitha zi shkura, jo pse uzu me gjithona, kjo gjithë marë spatën edhe të dera, da shu e qëlloj vajzën e qaho kutu e këtu, pse uzu me gjithona, me shoqen e saj. E bajte policia vajzë më vjen shumë rënd që të qojtë, kam 20 vjetë me atë bukë, që nuk do që të ndarëm, se 20 vjetë të prish familje në Shqipër. Kjo më rakyrat nuk e prisha do të familje, më tha shumë njerëz dhe mijet gjithë burit nuk se prishta. Vajza kur mbaroi gjimnazin, ma sqaro me detaje pse nuk vajti në shkollë të lartë kur mësonte dhe ishte me 10-ta? Jo, zemra, unë vajzës i doli turizmi në Vlorë. E kam edhe sot atë regjistrimin e turizmit, e kam të tushkën, që ta më paguar lekët për shkollë. Vajta e regjistova, ditën e 3 regjistova në Vlorë turizmi. Për një javë i doli në gazetë, i doli psikologjia në Tiranë. Edhe më tani vete të kjo Vlorë, si i thashën vajtë i ka da psikologjia në Tiranë, të gazeta, nashë unë e regjistova në Vlorë, tani që do bëjmë? Sa jo digjet për këtu ta do vesh Tiranë. Vajza kishte qef të bësh psikologe dhe kishte konkuruar paralel edhe në Tiranë. Atë ka qef tani, atë ka qef. Edhe i thashën tani unë e regjistova turizmi, që do bëjmë? Jo, sa e ka dalë Tiranë gazeta, duhet atje të vesh Tiranë. E një vajti buri. Unë lekë s'kisha, më dërgoj dhe kisha vla në Angli, më dërgoj se maja dhe plek, po më prindi, po maja me lekë. Një maja me lekë plik në atë kohë. Të mos kisha plek vija vend Tiranë e që e vajtë, rria me të. Po kisha 2 plek, nuk uja do Tiranë me të. Se prindi mbaja më mbanin, më ushqesha ata, se mu s'kishte lek në gjithë. Dhe çove burrin me vajzën që të regjistronte vajzën në shkollë të lartë në Tiranë? Më dha lek vlezit, sa regjistoje. Më dërguan lek vlezit, gëzuan që dëri shkolla, kishte një kushëri të para ati në Tiranë, kishte me madhe studenta, edhe i thashë unë se tish, nuk e di shpinë, unë thashë ma të shpinë, ti me gjithë se ke kushërit të pashko, vajtit e kushëririt ti, ande një natë, ta regjiston dhe vajzën, vajtit dhe ati nuk e regjistoj vajzën në shkollë. Por pse? Regjistoj. Nuk e regjistoj, sa nuk ishte ligu shkolla, sa. Nuk ishte në atje, në regjistër, në Tiranë, e psikologjistë. E dashur Lulzime, tani unë nuk po e kuptoj. I dhe burit parat ta regjistronte vajzën. Ta regjistronte vajzën. Buri vajti atje dhe i prishi lekët. Wow. Se regjistoi vajzën, nuk ishte fare sa shkollë atje vajza në... Prishi lekët e vajzës? Që ta çonte në konvikte në shkollë ta çonte në Tiranë, e prishi sa. Pastaj vajta u mas ca dite. Por vajta u sa më është digu shkolla, i ku afati sa ajo. Ajo psikologjisë, është digur, ka kaluar afati sa. Po kur erdhi burri në shtëpi të gënjeu ty? Për shkollën e... Mori vajzë gjeziste në përmite, në për njerës, prishi lekë gjeziste, na jema në njerës e ti gjeziste. Ua, tu... Pa shu ka për gjithë jetën, zemë, shu ka për gjithë jetën. Merë para në punon dhe 15 priqë, vija shu ka për gjithë kohë. Në maron lekët, maron priqë, ashu e ka gjithë kohë. E kuptova, nga ky moment që baba i prishi parat dhe la vajzën pa shkollë të lartë, vajza e përjetoi këtë gjë? Vajza qante, në telefon në madhe qante, unë e përjetush qante që në Tiranë, që kur se regjistoje, qante që në Tiranë me të telefon në madhe. Edhe unë tani qa për erdi në shpi, si më rri parat të majsa dite, vajta me vajzë në Tiranë prapë, edhe në Tiranë, të regjistojëm, ta e ka kaluar o fatita. I thashë po me këshu partaj me gjëra, mas e ndimo se vajzë më qante, unë do më bëhet keq.
Që të ndihmoj sa ti jenë orifum, sa të të tjetu sa të vishë, nuk e është përballon do të ta. Fikse gjera stop s'kisha o zëna që të kërkoja shumë ndim, kur do ndihmonte në ato, para kaj vjetë, s'kishte. S'kisha asgjë, dhe një vajza pa filloj pas e depresioni. Dhe nga i momente dashur Lulzime, filluan problemet me vajzën, por vitin tjetër nuk mundet do ta regjistrojë vajzët, vinte në shkollë të lartë? Më bëkej, vajta ushtra spital, vajza pasaj. Vajta ushtra spital, më bëkej, 15 ditë, ato në 3 apo 3 më do të se qatë ma më zirë, shtesa ati ishte shumë keq. Po deta, Po e dashur, Evgjini, po ndërhyj vetëm unë, po ndërhyj pak unë se kjo nga shqetësimi. Evgjini, futu në kamër, Evgjini, futu aty në kamër të flasim bashkë dhe dua të falenderoj. Unë jam e lodhë, më lejo, Si u kthye nga Tirana që humbi vraj. zemër, më lejo të të them faleminderit që je fshinja e Lulzimes dhe ndihmon për gjithçka. Kjo është vërtet për të ardhur keq. Mua që më ka ndihmuar në Një sekondë. Dëgjoj. Dhe në ato ditë që filloi shqetësime që u smur, ikën në Vlorë me tezën e saj, me tezja dhe ikën në Vlorë, po tezja nuk dinte asgjë që kishte shqetësim. Kurrim në pugon se punon me taksi, burrim, me pugon taksigjini. Dhe te Kalaja, kur vjen për orifum, i thot vajza e kësaj, i thot, mbaj pak xhalistër let, i thot, se vjen për të vjell, i thot. Dhe ky e mbaj, kishte nuk e diti çfarë tha. Kjo ikën direkt edhe këmbë tjetër te Kalaja. Në kohë u tregua një djalë, ai kish katët në fugon, do me thënë që ka flutruar, që e ka kapur këmbës, ai u hodh te Kalaja, do me thënë. Dhe që atëherë më ajo kaloi nga shqetësimi, nuk ish më, do me thënë. E shtroi në spital, kus e zeza kjo, nuk të kam çfarë të them, e pak fjalë e mira kjo. Që të them të një... Kjo grua nuk di, nga ta fillosh. Është vërtet për të ardhur keq. Nyllat i drënda, asa ndijas këtej, Po mirë, Lulzime, Lulzime. edhe Evgjini, por burri i Lulzimes ka probleme dhe ai me shëndetin mendor? Është shumë i sakt, ai vetëm pi, do që ditë vetëm pi lekë çfarë merr, kur ka punuar, kur s'ka punuar vetë i pi, pastaj kthehet në shtëpi, ikën nga shtëpia fare Tani shkikje, janë kaluar. Ai tash s'është më normal fare nga rakia, jo se s'është i smur, jo. Është vetëm nga rakia, vetëm nga alkool. Por vajza sa vite ka vajza që është me këto probleme të shëndetit mendor? Vajza tash është 36 për 37, një bosh me vajzën time, kanë qenë bashkë në klasë. Në shkollës filloj Ka qenë e pare klasës. Në shkollë filloj ato mjekime spitalë shtror. Sa mbaroi shkollën direkt, do të thënë, kaloi direkt nga shqetësimi që humbi shkollën, edhe humba shkollën, vetëm kaq dhe iku, do të thënë. Kjo është një fatkeqësi e madhe që një vajzë e re të përjetojë humbjen e shkollës në këtë situatë, të përfundojë me problemet e rënda të shëndetit mendor dhe ka kërkuar. Nuk ka të punë, prandaj nësoj për Tiranë, nuk e do të punë. Se është në 10 Ajo do prandaj. të mësoj për Tiranë, ti vetë, nuk për të punë. Po mjekët çfarë diagnoze i kanë dhënë vajzës? Diagnozën, për ja këto depresion, i në fillim bën 2 gjithë para që të një 15 ditë e bën, ose kur zë kriza e çojnë 12 natës lartë. E dashur Lulzime, por pse keni përfunduar në gjendje kaq të keqe ekonomike sa nuk ke asgjë në shtëpi dhe po më tregoje që as lavatriçe nuk kam? Me do edhe të këshullaj me kanashe, nuk të lë ai në punë, nuk të lë të punosh ai, nuk ka vetëm ka punon kohën e veri tu. Por pse nuk të lë ai të punosh ti? Pse nuk të lë të punosh? Të punoja para pensionit, nuk më linte ai të delat në punë, se unë punoja si isha e vdekur, po se nuk është fanatiku masaj, nuk më ka lënë punë. Vetëm kohën e veri ka punon ca kohë, te pandemi, edhe mos më ka lënë ai punë. Brenda. E dashur Lulzime, ti ke 40 vite martesë me bashortin. Po. Më lejon të pyes si e njohur ti me atë? Ke qenë e re besoj në atë kohë? Ka qenë një martesë me mblesëri apo me dashuri? Nuk jam njohur fare, nuk kam njohur, jo me dashuri, ma kam bërë besëri të tjerë, se kam njohur fare, buri. Por të dhanë pa dëshirë? Ti u martove pa dëshirën tënde me këtë person? Me vinte këtë babaj gjithmonë, babaj thoshte jo, pasaj më erdhi më sa, më gënje mua. Për çfarë? Ta shush atëre, të dy prindit atëre, si të shprim të bëhe. Eri më gënje, më dha vafi babaj, sa, e unë e mora 20 vjetë shumë. Por që kur je martuar i ke pasur këto probleme?
Po, ja kështu I kam kaluar. Ja, jam fryrë nga ilaçet unë, jam kështu, jam maritur kështu. Jam me 3 operacione, me për të operuar për këmbën, për mesin, me zëmër, ja, bëj ilaçe unë që jam fryrë kështu darullë. Po mirë, e dashur Lulzime, ti ke qenë një vajzë e re, me origjinë nga je, nga Vlora? Jo, jam nga Tepelena. Nga Tepelena, ndërsa ai nga Vlora, dhe je martuar në Vlorë. Ai kishte një vëll ushtar, vende ushtrim vllai. Vllai ne kishte vende ushtrim, edhe unë kisha një gjiton ishte lart, ishte kaptere, I thot ky është një vajzë çrshua, edhe vllai erdhi ndryri për vllain e tij, për mua. Unë punoja atë në fermë, punoja në fermë, me erdhi vllai I tij ndryri. Futi njerëz andej këtej, edhe Kështu ndodhi martesa, e kuptoj, kështu lindi martesa dhe ti u martove me këtë person, por ajo që unë nuk kuptoj dashur Lulzime është që në momenti kur ti u martove, ke qenë një vajzë e re dhe u përballe me një person që ka qenë përdorues I alkoolit që në atë kohë. Pse e mbajte? Jo, atëherë nuk pinte. Nuk pinte, vetëm duhan. Vetëm duhan pinte atëherë I kur mora, s'pinte alkool. Vonë demokraci filloi të pinte. S'kishte lokale atëherë. Kur filloi demokracia lokale atëherë filloi. Nuk pinte kur mora mas 20 vjet, mas 20 vjet. Se s'kishte në punonin në fushë dhe vinin në shtëpi, nuk s'kishte lokale. Tani që fillon lokale, demokraci filloi lokale atë rakin. Por nuk pinte 20 vjet jo piu. Problemet në familjen tuaj nisën pas 20 viteve martesë, kur ai u bë përdorues I alkoolit. Po, tani për punë vajzë tani u bëm keq fare. Që ngeli vajza pa shkollë. Që u vajza depresive tani u bëm keq fare. Në momentin që ai filloi të ishte përdorues I alkoolit, ti nuk kërkove ndim tek kunati, tek vjeri, tek vjera, sepse një njeri që pi alkool, jo vetëm që I bën dëm shëndetit të vet, por harxhon parat, nuk është I kujdesshëm për familjen, ju lë ju pa bukë. Vajzë, më thoshin që e forti si e mana të më thoshin, ma që të bëja. Ne vlesë e mi, me jepën më thonë vlesë e mi që merë vajzën ikë, unë s'kish ku dhveja, ku dhja shpia, unë gjëtëria, ti ke me shpia, s'kisha lekë të rje me qëra, ku dhveja. Më thoshin që vlesë e mi, që a I nuk dyshon, a I kështu do betë më kej, e vërtet faktikisht a shumë më kej kjo bu. Je bërë pishman që ke mbajtur një burr të tillë që të ka shkatruar jetën dhe ty dhe vajzës. Për vajzën po më them që vdik dhe djalit, ca nga djalit, ca për vajzën, është dhe abjenti këtu lokalit edhe I puna vajtin atë gjëndje. Edhe për djalit dhe vajzën që bashtu dhe abjenti është shumë, po vajte lokal këtu janë njerëzit shumë, janë çuditshëm këtu njerëzit. Jo, Lulzime, më dëgjoj pak Odetën. Njerëzit nuk janë të çuditshëm. Në momentin që një baba, në momentin që një baba I ka vdekur një fëmijë, një vajzë ka me probleme, duhet jeti kujdesshëm për familjen, por me sa shikoj unë ai është I papërgjegjshëm dhe nuk ja ndjen çfarë. Po kjo pa mjekuar 72 vjeç pa mjekuar njerëz së mu. Të doktorisht ata që kemë pa mjekuar, ta jashu. Ai është pa mjekuar kurrë sa njerëz. Asnjëherë, na vetë mire. Por e ke çuar në spital bashkëshortin? Vetë në zemra, ai s'pi pasamon. Unë ngel në spital me vajzën, vetë lart e poshtë ilaçe pi, bëj, ai s'vetë kur, bëra se pranon ai spitalet. Por kur ai pi alkool, është I dhunshëm? Vjen I dhunshme, po ka frikë nga vajza, se kthehet vajza, është bërë vajza me dhunshme në shqipsi ai. Është bërë vajza e dhunshme. Ka qenë I dhunshme ai, po na shi nga vajza, është bërë vajza. Edhe ka frikë nga vajza tani, se vajza ka qenë na shi është bërë e dhunshme vajza. Pra bashkëshorti po më tregon që ka qenë I dhunshëm, të ka dhunuar ty kur keni qenë bashkë dhe Po nuk flisja, nuk ndisha, se shikoj që pinte edhe nuk flisja, se kur po ti flisja I këm kthesh. Kurse vajza na shi kthehet, I flet në pirje, ai bëhet keq ashtu, nuk I flet dot vetë prap ikën, I flet vajza ikën prap te lokali. Kur I flet ajo, unë ja di tipin. Ja di, kam thënë kurse ajo nuk e duron dot. I flet, ai vetë pi, bëhet më keq. I dhunshëm do bëhet ai. Të vesh te lokali gjithë ditën. Të mërshme, por ti jetonke me një vajzë sëmurë dhe me një burr. Ai sëmurë nga trut, I ka sëmurë ato, trut. Ai mos bëjt qa ma bëjt, ai së ndjen urinimin, nuk e ndjej sot, vjen ujë. Vjen në lokal. Po sa vjeç është burri? 72 vjeç. Po ju e dashur Lulzime, sa vjeç jeni? Unë jam 63. 100 të bëfsh, o Zot, dhe të uroj gjithë mirat e kësaj bote. Po mirë, një burr I alkoolizuar, që nga në gjendje të rëndë,
një vajze sëmur që s'punon dot, po me qa ushjeni ju Lulzime? Vajza e merë një 90.000 lekë. Por 90.000 lekë nuk janë asgjë sot. Ajo i ka për dyqan, ajo si dalin për ditë na 2-3.000 lekë dyqan. Dua këtë, se ajo qa bën na depresioni, gjëra, që mbri edhe pa çuar dhe shëndet nga gjëra që ilaçe ne kemi bën gjithë ato ilaç, edhe ato si dalin për dyqan për vete. Çai ka ato. Por me qa ushjeni ju? Po na shi ushqemi, po të ushqim nuk rrim, më ndihmojnë vëllezërin, nuk më lënë. Motra mi bje roba që janë nga Greqia, kam ja 2 motra, më dërgoj roba gjitha veshjet mi dërgojnë që janë, nuk më lënë. Vëllezit njëre babuk më dërgojnë, nuk më lënë gjithashtu. Drita, ujë, telefon, gjitha, televizorët i thyena, i shikon një vit një televizor e thyena, një në vit. Burri? Jo, vajza. Para thunë e buri, shpet, para vit një thunë e buri. Ashtë i thunë e buri, thunë vajza tani. Pa atë aje, thunë ajon është. Dashur Lulzime, pa të lënduar zemër, ndoshta bashorti juaj ka probleme dhe kjo gjë është traguar dhe te vajza? Ai është i smur, ai është i smur zemra, ai është shumë i smur, vetëm u vete spital. Si që më sa doktore muaj vajza, ai shumë i smur për u vete spital ai. Nuk është edhe një ullja, ishte nga bërë rakia. Ai më shqit brënda do i këtë copë nga duanin e rakia. Di këtë maruar, ai ishtë bërë që shikë rrugës ashtu. Po mirë, kur ai filloi të bësh përdorusja e alkoolit dhe të solli këto lloj probleme në shtëpi, të dhunonte, nuk të trajtonte mirë ty dhe vajzën, ti ke folur me njerëzit e tij se unë besoj ai ka motra dhe vëllezër. Janë 8, ky është i madh, janë 8 fëmijë, ky është i madh. I fëmijëve ka dhe 7 mrapa të martuar, janë 8 fëmijë, dhe 8 vëllezër, 2 motra. E ke pasur ndihmën e tyre? Atë i kanë folur, i ka ardhur vajta, i ka një muaj nga Greqia, i flet, ai zëmërohet. I flet të bëj kështu, zëmërohet edhe nuk i vetit, i flet. Më thotë, ke të drejtë, çfarë të bësh, ke të drejtë. Pse si ke merre vajzën, thotë ma puna ti pse si, po ku vetë ku kanë para të rimë gjëra. Do të puna njerëzit e bujt. Merre vajzën i ke kemi sa më kohë. Po ku të vejo? Po jo, Lulzime, unë e kuptoj që ti nuk do ta prishësh familjen dhe për shkak të kushteve ekonomike. Po zëmra, nuk kisha lekë vija me qira me vajzën, me në vonë. Që ta çoja me një kurs, ta ikja nga shtëpia. Se nuk do na ta bjen aty ajo, shtëpi pa rregulluar, ai pi, riga halli aty, shtëpi pa rregulluar, ai pi, edhe s'kisha unë lekë të vija me qira në një vend qytet tjetër. Ku të vija unë? Gjera lekun, pagoj qiranë, gjitha, ku gjera lekun? Me që të veja? Por në fakt, Lulzime, sot po e mban ti me të ngrënë atë. Po kujdesesh ti për atë. Ka një vit e gjysëm. Nga hadhi që ka sikletin unë, me të kërkuar unë punë, e kam quar roje natën. Po shumë mirë. Tani më thot përgjesi para një javë, përsa muaj që ai pisa. Unë do të ajta puna, nuk e do të pirë. Ne kemi për ty e për vajzën. Sa i përgjesi, një ditë e se kam këmën për të operuar. Edhe më tha i shofera, ka shokun e kësaj, bujtë saj. Më tha më vjen shumë pejta, pa i tha ne qonë për vajzën e përgjena i shumë pejta në atë gjëndje, tha, në atë moshë kisha e pesionis nuk qojë të punë, sa. Roj, sa i vjen i pirë, tha, lekët fyta, i lë qëras njerëzit për lokale, tha. Sa vetë përgjesi, unë e dhja këto se si sosh jam i derën përgjesi që e bën atë punë. Edhe i vlaj herë në Greqia ja tharë në njerëzit, që shumë më vlaj ju. I lë adej, ai bëhet shtu, i lë adej fyrt lokal. E qartë, por kur ai nuk është i pirë, a ke folur ndonjëherë me burrin? Fol me të, kur është i pirë, jo, ai kur është nuk të zgjidh punë ajo ditë, kështu ka pat tipun e, thotë jema. Thoshte nënë e tij ka vdekur se është se ka vjerë, nuk ka dashur shumë vjera. Edhe më thoshte bio, kështu ka pat baban tipin ai, ka një tip që nuk është shkëput më betë, ka pat tipin kështu. Ja. Hiq, dal ku dal. Na shim sot më e rregulloi ti, sot çfarë bëj mirë, unë isha kështu. Si isha mirë, po pse se rregullove ti sot tash? Do të ngarkoj faje ty, e kuptoj. Ndërkohë që ti më së shumti merresh me vajzën tënde dhe kujdesesh me vajzën sepse ajo ka probleme. Zemra, unë nuk flej një natë gjyka të flej një natë gjumë, se ai gjithë natën çon në këto muzika, se mërzicet në radio, edhe ditë flej gjumë. Jena shish gjumë, gjithë natën nuk flej në mërzitja, çon televizorin, çon në radio. Merret në ato, kalon pi kafe mërzitet, vetë e lartë tensioni, vetë kush i saj vetë tensioni, ngon ato mos pi kafe në mërzitje, pa gjumë janë shiflani, mos na pyetë gjumë, shflesa do bëj punë, jam grua, buke gjë do lajë shpre. Pse në mërzitje ato, se po ti në aktivitet në një fund, ajo do ta çosh në një fund. Në një punë, punë të rëndë se vën dot ajo në një kurs, në një gjë.
Se shkollë nuk bëndon ashtë. Aja nuk është për shkollë ashtë, në një kurs. Aja është me tregjutuaja. Por mjekët çfarë të kanë thënë për vajzën? Çfarë të kanë thënë për vajzën? Mjekët tonë mos e lodhën me, se sa ti gjalla, mos e lodhën e truj, se shumë e të lodhën e truj. Sa ti gjallë dhe me mjekime, thot ajo, ata. Shumë ka. Ajo më bëri skame, unë do t'i bëj një skame në kokë, ose në trup, nuk kam lek t'ja bëj se shtrentu. I bëj një skame trupi komplet. Nuk kam lek t'ja bëj se shtrentu, vlorë. Por vajza, nga mëngjesi deri në darkë, le të themi, gjendja e saj është e rëndë, apo në momentet të caktuara e rëndohet dhe në përditshmëri është normale? A është në gjumë tani, do ngrit në shkje në gjumi, është acaruar ajo. Do ngrit, do pi kafe, që dajë në kjo që kam bërun, dyqan do vej s'ke leka, do e marrë në të shnuar. E gjithë të gatuar shtia, do vej atë i doja, do vej me në të shnuar në dyqanë kështu. Që do bëjë do të ajo? Ja, kam punë, kam shkollë, kam të, kam fëmijë, kam familje, kam të s'kam asë gjithë, do rikunktohet, mere, më që të bëjë. Do pi kafe, do mërzite, me mua sa ikën. Unë, me mua mere ta e këthet mua. Do këthet mua sa ikën. A i poj pashtu ikoj, për mërzite ajo. Baba i largohet, e kuptoj dhe gjithë përgjithësinë e këtij sinën. Po, edhe dorë. Edhe me dorë. Kthehesha për 5 minuta, jo të bën ata, 5 minuta. I shkruan 5 minuta, të qyllon. Sa e qyllon barkut, ja, jam kënë nga këma, pa ma shu këma. Na qëlluar ta me shtyrë kjo e këtu e kuve gjuri. Mësa doktori këtë të operojë, me që të operojë këmë? Pra, vajza, kur është në gjendje të rënduar edhe të ka dhunuar, se është e pavetishme. Po, për 5 minuta e bën ata. 5 minuta e të këtë balati, 5 minuta. Pse mërzitem, që na mërzitje e kam të gjithë. Qatë këtu vëndyllu vrënda të ta? E dashur, Lulzime, unë e kuptoj që gjendja jote ekonomike mund t'jetë e varfër dhe ti nuk mundesh, por me psikolog ti nuk e ke trajtuar vajzën? Me se? Me psikolog. Unë psikologë është këtu, psikologja këtu në Riku, vjen edhe nuk e ashtu, i shpëti një letër me vajzë, shpëj një letër i da vajzë. Edhe vajzë ta jemi fukare, njëmi kështu, s'kemi, lajme ka nartë, mami larovat me dorë, nuk kemi kushte, babi ashtu, e se puni sa e, për i shpëti një letër kështu. E ati, të shkush për puna jo? Ti se ti farë, kush për puna, është me ilache, me mjekimi, të është. Po me ditim ati doktor të në qarë, psikologës që, për të marrë letë kami që në Rikumi, të është. Për qa është që në Rikumi të të në Vlorë më të është në hajtim njerë në 15 ditë, po në 15 ditë delja me lekë. Herë donte e vajza, herë donte. Pasaj në psikologe e vetë është, në kënde ka bërshkollë në vajza. Në kam bërshkollë psikologe, që këto të shqita ajo të 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 punë, që psikologe është ajo të vajza? E kuptoj, unë do kësha shumë dëshirë të flisja me vajzën tuaj, por ajo që nga në gjumë tani. Po, është në gjumë, kështu është në gjuare, zëmëra. Evgjini, unë do kësha shumë dëshirë që të flisja me vajzën, sa ajo është në gjumë momentalisht. Po më tregoj që kur është mirë, ajo fletë. Po ajo ka qenë si dritë me paraqitje me të, ti ta shikoj atë se kush ka qenë ajo mojti. Po, kur është në moment, ti nuk e kupton fare që është smurë, ta shikosh nuk e folë me të kur është mirë. A zëmra, edhe mjekimet e bëm këtu Vlora ashtu atë, edhe mjekimet që bëm këtu. Edhe kura që i bën që kura që na bëm këto, na bën dhe këto mjekimet këtu, se më dhe kënë të mira të bëm këtu, mjekimet. Dhe ato më të bëm. Përshëndetje Odeta, jam Mariola nga Rikumi i Vlorës. Do të paraqes shqetësimin tim pasi ka dalë shkollë e lartë për psikologjimin, por nuk e vazhdoa dot pasi nuk kisha kushte ekonomike. Kam nevojë për ndihmën tuaj. Ose edhe të më trajtoni në një spital pasi nga ana shëndetësore nuk jam mirë, mbasi nuk e vazhdoa dot shkollën. Ju falenderoj për mirëkuptimin tuaj. Mirupafshim. E dashur Lulzime, se ke aty afër edhe Evgjinin, komshin që të kam mbështetur vite të tëra. Por çfarë ke menduar ti? Do me thënë... Unë jam në një, se u jam futur në varkës djalli, jam në një, ati futur ati si varkës djalli. Presku vje bull, kur ikëm, gatuaj, laj, shplaj, edhe janë shumë e vajzë, kaloj të sikletë me vajzë në qaj, luj, edhe si në varë jam unë ati, si në varë. Jam në varë jam. Unë jam si në varë, varës djalli. Lijet kotë, miru për vajzë, për vajzë, le mu vajzë. E qartë, ajo kam Vetë për vajzë,
Më tregove që ka qenë me 10 është me 3 të huaja dhe kjo është një fatkeqësi. Zemra unë gjithmonë kam dashur të flas këtu, po më thoshte buri, pa ecë merr me televizor ta shikosh ti. Nuk i kam thënë as vetëm po i thanë vajza. Thosha unë do vetë tira do merr me ditë, pa ecë ti thoshte ta shikosh ti, pa ecë brita veti na Tirana do buri. Edhe unë dardoja gjithmonë. Sa puna di vizja, po çka e bërti nga pse pyesja të merje vajzë, ka patu lajmësira, ka nare për vajzën, s'ka dashur, puna di thoshte pse se dhe mos e pyesje fare. Thosha të më vriste vllai më vajza shose bëja do të ndajë vajzën pale i burit. E i pjesë thoshte vajzën, ishte më mirë. Lulzime. Do ishte më mirë, thoshte do vjen. Unë t'jap një këshill që në situatën në të cilën ndodhet vajza, me këto probleme të rënda psikologjike, sepse diagnozën nuk e dim çfarë ka, por mjekja sigurisht ta ka dhënë këtë diagnozën. E kam të tush në shtëpi kam. Po, patjetër që të ka dhënë diagnozën përderisa merr dhe medikamente vajza. Unë të këshilloj mos ta martosh. Sepse unë të këshilloj të mos e martosh vajzën. Se do e dëmtosh më shumë me një martesë. Mirë, unë e di se kjo është familje, pa jo gjithmonë kërkoj thot të kem dhe unë një fëmijë thot gjithmonë. E thot e këtë. Të kem një fëmijë, se jam e vetme thot. Një vajzë e vetme, mos kem një fëmijë thot, mos jeni gjyshë thot. E them unë familja do shumë gjëra, po mase do të mirë, nuk pira ki thot ai. Ajo thot, mase do të mirë, ai thot, unë mase spi thot I bab. Sa ajo shumë një burri ka babain e saj që gjithë jetën e ka parë të alkoolizuar dhe s'ka faje. Perceptimi I saj për një burrë është babai I saj dhe kjo është një fatkeqësi, por problemi është që vajza ka probleme të rënda, nuk është e aftë, është e aftë ajo të kujdeset për veten e saj. Për vete kujdeset ajo, po ta lëvizësh, ajo do një lëvizje nga shtëpia, të kesh shtëpi me gjëra, ta çosh në një kurse në televizore, s'ka që përse ka patur qef kërcimi, qef vogël, qef flaskate, kërcimin e kërcena. E ka patur qef flaskate kërcimi qef ajo, është e ka parë, e ka patur shumë qef. Ka patur qef poezit, ka patur qef bravo, muzika, asaj I bën shumë mirë, është terapia më e mirë. Muzika. Në rikur s'ka gjithë, në rikur vetëm s'ka, dhe I të mesme s'ka asnjë gjë në rikur. Në Vlorë ose nga shumë do të mirë. Është larg. Orikumi Vlorë nuk është shumë larg. Nëse ti kërkon ti bësh në një kurs vajzës që të aktivizohet, të dali, I bën mirë për shëndetin mendor. Atë nuk do në Orikumi. Po s'ka ta, sepse është odi shumë Tiranë thoj. Ajo mbrish 105. Lulzime, çfarë kërkon vajza vet? Çfarë të kërkon ty vajza? Ajo Tiranën e ka fiksim. E psikologjin Tiranën. Tiranën ajo e ka Tiranën, ajo në shkollë nuk është për të në banë në shia, ta unë shëba, nësoj në shkollë. Jo, nuk ka lidhje mosha, shkolla nuk ka mosh, por gjendja e saj e rënduar, besoj që është e pamundur që të vazhdoj shkollën. E lodh ajo tani mësimin. Ajo do të bësh një kurs, o të kesh në një avjen një I ta marrë shu, në një avjen kështu si që ka televizore gjera, kështu kërcime gjera, kështu, se kërcen ajo, e ka shumë qef. Kërcim. Një kërcim, në televizion, ajo ka pa qef që plaskatë të ja, kërcen në Orikun, ku ishte shkollë, këto e di në Orikumi, e ka shumë qef, ja, shumë do ajo, një avjen. Pa në shkollë, jo në shkollë tani. 3 vjet ka lexuar libra të Jovajt. Ka lexuar 3 vjet me të Jovajt, me ato u bë më keq. Me të Jovajt ka lexuar 3 vjet. E kuptoj. E donte lexonte. Unë I thosha mos, se të bëjnë keq ato, nuk janë gjëra të mira. Po mësove ti nuk mëson ato, mësove vetë që e mëson vetë me 10. Po ja çfarë do bëj do rri, më thosha ajo. Ja e kam shoqja në vajza ato, do merrem ato, tutje tu vende, tutje tu këtu. Me ato kishin një dhomë ato në Riku, ishin vajza ato, vinë, sa shumë për shoqëri po vetë lexosh ti, se të bëndëm ato libra. Ajo I lexonte 1 me 1, 3 vjet me ato është bën më keq. Ato shkatruan fare 3 vjet Jovajt. Është shkëputur tani vajza nga dëshmitarët e Jovajt? Është shkëputur, tani është shkëputur, edhe ato I morën vesh në atë gjendje ashtu vet ato. U larguan vet ato në atë gjendje që u do vajza. E kuptoj. E tash Lulzime, ju u futët në këtu në live më odetën dhe treguat të historitë të dhimbshme të vajzës tuaj, sinqerisht më erdhi shumë keq që një vajzë e re për shkak se nuk vazhdoi studimet e larta e bëri të ndihesh keq dhe ajo ndjenjë që
i shkatërroi, le të themi, jo vetëm zemrën, por i solli dhe probleme fatale për përshëndetjen e saj mendore. Unë s'dua ta humbas, ajo do gjithmonë ish mërzit jeta. Më ka një djalë motre më ka vrarë tani, ka një vit korrik vjet, në Fier. Në Fier një djalë motre. Më vjen ka ke. Edhe për një vajzë, që u lidh me një vajzë. Ajo tani qanë, edhe më i thotë djalit motrës që ka vdekur, merrem dhe ti gjimo me mua, merrem mua, thotë. Shu t'jetoj, merrem ti mua. Shu i thot, ikën të vlaj, kur i fiksohet e varezat, atje, merrem ti Mariglen mua, thot, vlaj. Dhe kene 3 vjet para. Se të rëndova dhe ty shumë, të rëndova zëmë. Rëndova shumë. Unë uroj që zëri jote të dëgjohet dhe më vjen shumë keq, sinqerisht, për ty dhe për vajzën tënde. E dashur Ulzime, unë dua ta mbyll me një mesazh që zëri jote të dëgjohet. Kush është mesazhi që do përcjellje sot? Ky mesazhim duhet të më ndihmoj, si të ndihmosh ti. Kam një vajzë sëmurë, e kam përkushtesh në gjendje të rënduar për punë e shkollës, si se çova në shkollë, edhe jam në kushte shumë të miruara. Kam një burrë që të sëmurë, edhe moshatar, vetë jam e sëmurë, operuar 3 herë, prapë më kam thënë për të operuar, nuk kam dua ndihmë, kam nevojë për ndihmë. Uroj dhe shpresoj që të... Kush më dëgjon, kush ka zëmër, kush ka havje se puna ime, mua kjo gjitonia më ka ndihmuar shumë, jam shumë mirënjohëse për këtë, deri më ka bërë hapur për çdo gjë që kam pasur. Dhe aktualisht po përdorim ambientin e Evgjinis, ti je te komshia në këtë momente që keni live me mua. Ja, si puna jote, si që ti Nën Tereza, je ti që ndihmon Nën Tereza se kjo. Ja, si Nën Tereza, edhe ti Nën Tereza je që ndihmon. E shumë punë aty, e shumë e lodhë, unë të ndjek për ditë, unë sa fillon a shumë të ndjek. Të falenderoj, ma të rritë edhe Evgjinin, se dua ta përshëndes edhe Evgjinin, për para... Ti Nën Tereza, këroj vajza kjo këroj. Kam dhe vajzë dhe djalë, falenderit. Këroj djali dhe vajza, 100 vjetë këroj. Falenderit e dashur, dhe unë uroj që vajza jote të ketë shëndet dhe të përmirësohet gjithçka në familjen tënde, e uroj me zemër këtë gjë. Zemra, unë kam nevojë për në Tiranë, ti ta çoj për një mjekim, për një ashtu vizitë atje, se në Vlorë unë ngopa me Vlorë, si ma bën ashtu. Ti ma se ndihmon, ta çoj një skaner, një vizitë të përgjithshme për vajzën. Në Tiranë sa të bëllë më mirë. Mirë, e dashur Ulzime, ne do vetemi të dyja së bashku në kontakt. Uroj të bëhet më e mira për ty si nën, më e mira për vajzën tënde. Ja, për me tyja, ja ti, jemi zotin e Nën Tereza, vetëm nga tyja. Ja, po mi vetëm nga tyja. Do mbetemi bashkë në kontakt, do ma përshëndesësh edhe zonjën Evgjini. Rofsh, se ka një se e vinë dyqanë. Po pra, e kuptova, e mora me mënd, do ma përshëndesësh. Jo, nuk ka gjë, lëre të vazhdoj punën, ajo është në punë. Evgjini? është në punë. Mos a gacmoj në ta shqetësoj. Është e mirë shumë, një të mira, qofsh mirë. Miropafshim. Je shumë e mira, Flori, unë të përshëndes të të shikoj televizor. Shumë e mira. Faleminderit e dashur. Evgjenia. Evgjeni, na fal. Shumë faleminderit, do të thënë Te lodhu shumë faleminderit, do të thënë bëni të pamundër, si për nuk e di, nuk di si të shpreh, edhe se është vërtet të edhe për të ardhur keq, nuk e di. Kjo është e lodhë, e fillon punë në orën 6 e lën 9. Ka gjë më së rritje për mua, uroj që zëri i Lulzimes të dëgjohet dhe sinqerisht bravo për ty Evgjeni që i ke qëndruar pranë. Do mbetemi në kontakt, ju përshëndes dhe ju përqafoj të dyjave. U përshëndes, Nën Tereza të mira, si ti edhe Evgjenia, jemi Nën Tereza. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ditën e sotme dëgjuam një histori të trisht të 62 vjeçares nga Orikumi i Vlorës, Lulzima Hajdini. Urojmë dhe shpresojmë që zëri i saj të dëgjohet dhe Zoti i dhënë të jetë dhe shëndet asaj dhe të bijës së smur. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite fatkeqësisht jam live me këtë histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit miq që më ndiqni, më mbështesni, më komentoni. Takohemi nesër me historinë e radhës. Miropafshim.